numri I melekëve që zbresin në tokë është aq I madh sa I ngjan pikave të vogla të shiut. Zoti I madhruar na don neve, andaj na ka dhuruar natën e Kadrit. Ata e kanë ditë që është një natë e madhe, I kanë thonë nata e 4 xhexhave. Mes netëve të fundit të Ramazanit, besimtarët musliman e kërkojnë një natë të dalluar. Është nata që mbartë misionin hynor, nata e cila nuk është bërë e ditur saktësisht, por që në të fshihet mëshira, falja dhe begatia pa kufishme e Zotit. Mbi horizontin e kësaj nate shtrihet një qetësi e pazakant, një ndjenjë e pashpjegueshme drite dhe shprese. Nata e Kadrit më e vlefshme se 1000 muaj, nata në të cilën shpallja hynore nisi rrugtimin e saj drejt njerëzimit. Është nata e fillimit të zbritjes të Kur'anit dhe e përfundimit. Kjo natë është dhuratë nga Zoti Fuqiplot për besimtarët, që me këtë natë arrin atë që s'mund të arrin për jetra të tëra. Besimtarët në mbar botën e presin këtë natë me shumë dashuri, me mall e përkushtim, duke kërkuar atë në 10 netët e fundit të Ramazanit. Kjo natë u cilësua e bekuar edhe në Ne e zbritëm e shpallëm Kur'anin në natën e Kadrit. Çfarë dinte rreth natës e Kadrit? Nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. Në të zbresin melekët, në krye me engjëllin Gjibrilin alayhi salam, me lejen e Allahut Fuqiplot, për të përcaktuar çdo çështje rreth kësaj dynjaje dhe paqja e kësaj natës gjatë deri në mëngjesin e ditës së nesërme. Të pas parasysh fjalën arabe tanazzalu, e cila në esencë është tanazzalu, tregon qartë që numri I melekëve që zbresin në tokë në natën e Kadrit është aq I madh sa se është I papërshkrueshëm me numra. Disa prej komentuesve koranor kanë ardhur në përfundim që kanë bërë një krahasim duke thënë që aq I madh është numri I melekëve që zbresin nga qielli në tokë, sa I ngjan pikave të vogla të shiut. Disa të tjerë kanë thënë aq është numri I madh sa numri I goralecëve të vogël në shkretetil. Andaj aq I madh sa se thuhet nuk ka as 2 vend gisht e që mos ketë nga një melek që ka zbritur në atë natë. Dhe zbritja e melekëve dhe prezenca e tyre në ambientin, në ato atmosfera, në ato rrethina dhe vende, tregon për bereqetin dhe rahmetin Allahu xhaleshanu. Jakub Qunaku, profesor I Kuranit dhe shkencave të Kuranit në Medresen Alaudin në Prishtinë, e konsideron se të kuptuarit e natës së Kadrit, njeriu atëherë kupton edhe krijimin dhe peshën e tij në këtë jetë. Andaj për të kuptuar peshën e kësaj natës është ajo parimi shumë I rëndësishëm që thonë për të kuptuar vlerën e kësaj natës, nëpërmjet kësaj vlerës e kupton edhe vlerën e vetvetes suaj. Andaj si njeri dhe si individ dhe si antar I ummetit Muhammedit alayhi salam, arrim të kuptojmë vlerën tonë vetëm në momentin kur e kuptojna vlerën e kësaj natës së Kadrit. Andaj ky është mendimi I parë. Kurse mendimi I dytë I mufesirinëve rreth vlerës së kësaj natës kanë ardhur në atë që kanë thënë Zoti Fuqiplot e ka ngrit vlerën dhe peshën për faktin që të adhuruarit e Allahut Fuqiplot, që I bie namazi, dhikrit, përmendjet e Allahut Fuqiplot, leximi I Kur'anit dhe çdo punë e mirë ka peshën, vlerën sa të adhurohet Allahu mbi 1000 muaj ose 83 vite e sa muaj. Andaj duke mbështetur këto dy mendime del në pa vlera kësaj natës. Anën tjetër, vetë të emërtuarit Lejletul Qadri tregon që kjo natë ka peshë. Në gjuhën arabe fjala qadr ka disa kuptime, ndër tjera ka qadr I bjen një vlerë, një peshë, një pozit shumë e lartë brenda një ambientit. Ose kuptimi tjetër kanë thonë që fjala el qadr arabisht ka për qëllim takdir, respektivisht për caktimin kaderin Allahut Fuqiplot që bie që brenda kësaj natës ose në këtë natë me lajket të cilat janë të obliguara me çështet e njerëzve të kësaj dynjaje, I ndajnë riskun dhe çdo gjë tjetër për mbarvajtjen e kësaj ekzistence brenda kësaj natës. Nata e Kadrit mbi të gjitha është dhuratë për besimtarin. Kështu e vlerëson edhe profesori I shkencave të Kuranit në Medresen Alaudin, Adnan Simnica. Nata e Kadrit është dhuratë e Zotit të madhruar për neve.
në kuadër të dhuratave më të mira që Zoti i Madhruar i ka dhënë umetit të pejgamberit alayhi salam. Kjo dhuratë në të njëjtën kohë është ofertë e tij për neve, oferta e Zotit të Madhruar në kupton mëshirën e tij, paqen dhe dashurinë e tij për neve. Zoti i Madhruar na don neve, andaj na ka dhuruar natën e Kadrit. E theksoj, Zoti i Madhruar na don neve, besimtarët i don, sepse me mëshirën e tij ne vullnetshëm dhe bindshëm besojmë Allahun e Madhruar për Zot. Dhe për shkak të dashurisë tij ndaj besimtarëve dhe dëshirës tij të madhe të Zotit të Madhruar për të na shpërblyer në këtë dhe në botën tjetër veçantë në xhennet, ndër dhuratat më të mëdha që i ka dhuruar njerëzimit, domethënë besimtarëve në këtë kuadër, muslimanëve është dhurata e natës së Kadrit. Adhurimi i krijuesit në këtë natë është jetë i veçantë dhe kërkon një përkushtim të veçantë. Ai i cili natën e Kadrit e kalon duke madhruar dhe duke u përkushtuar Zotit të Madhruar me bindje të plotë në mëshirën e Zotit dhe në besimin në Allahun e Madhruar dhe në atë çfarë ka urdhëruar ai dhe me vetë llogari për veten i falen mëkatet dhe gjënatet të kaluarës. Kjo përmban thirrjen pejgamberike që besimtarët natën e Kadrit të mos e kalojnë vetëm me adhurim që nuk kupton vetëm namazin apo dhënien e zeqatit dhe sadakave të tjera, por ta kalojmë natën e Kadrit me mesazhin që përmban ai për gjatë këtyre netëve, veçantë natën e Kadrit, me të gjitha punët e mira të mundshme që ka urdhëruar Allahu dhe pejgamberi i tij alayhi salam. Pikërisht për të arsye themi që natën e Kadrit e gjejmë në të gjitha aspektet e jetës tonë. E gjejmë të së pari përkushtimi dhe madhrimi i Zotit të Madhruar, zbatimi i programit të tij. Dhe me tutje e gjejmë në mirësjelljen tonë me prindërit tonë, se si qëndrojmë me mirësjelljen tonë dhe me familjen tonë dhe me të afërmit tonë në përgjithësi. Kjo është nata e Kadrit. Natën e Kadrit e gjejmë dhe hasim çdo ditë mesazhin e saj, te sa jemi të sinqert, sa jemi bujar, sa jemi bamer, sa jemi solidar me të tjerët, sa jemi të afërm, sa jemi modest me të tjerët, e kështu me radhë. Kjo natë tradicionalisht është mirëpritur nga besimtarët në Kosovë në mënyra nga më të ndryshme. Imami me përvojë 45 vjeçare në qytetin e Ferizajit, Adem Hoxha, tregon se si është shënuar kjo natë në kohën kur njohuritë ishin më të vogla për natën e Kadrit dhe Islamin në përgjithësi. E kanë respektu këtë natë edhe më herët, edhe shumë më herët. Mirë, po atëherë kanë qenë njohurit pak të njohuna, po ata e kanë ditë që është një natë e madhe, i kanë thonë nata e 4 xhexhave, nata e madhe, këtë natë ka rëndësi shumë të madhe, është mirë me bon mirë, është mirë me dhënë sadak, është mirë me falë më shumë namaz, është mirë me u lutën më shumë në këtë natë se lutja nuk kthehet prapë. Edhe doja pranohet tek Zoti xhaleshanuhu ve xhelaluhu. Rrethonat kohore dhe propaganda komuniste thot imami se kishin ndikuar negativisht në përfitimin nga netet e tilla. Me qenë se në kalumën nuk e ka njoft Islamin, mandej edhe ka ndikuar shumë propaganda atëherë që ka qenë komuniste. Njerëzit vetëm ata pak më të shumë, pak më të vjetër, ata e janë në xhami, kanë ditë pak diçka për Islamin, janë kanë të njoftuar, kurse mosën përgjithësi janë kanë larg. Në vërtet atëherë nuk kanë ditë çat shumë. Më po e kanë ditë që është natë e madhe, duhet me bon diçka sevap. Ju kanë ndihmuar, kanë shkuar, ju kanë dhënë fëmijëve ose ndonjë mish ose ndonjë ushqim ose ndonjë kos ose ndonjë diçka xhize, diçka çoja këtij fukaros është natë e madhe. E kena sevap shumë dhe ti fiton shumë sevap e t'jep Zoti shëndet e bereqet e këtu, qështu i kanë eduku, qështu i kanë mësue. Ai thot se në atë periudhë kohore, netet e mëdha kanë qenë vendimtare për besimtarët. Po thuja që krejt përqëndrimje, krejt njuhja, krejt o shkon natë mëdha, se përpara na i kemi mojt edhe njerëzit që ashtu janë mojt me natat mëdha, si qëllin muj që ka pas dhe natat mëdha, i kanë mojt atë natat mëdha, i kanë festuar atë natat mëdha,
me çato me çka kanë pas mundësi, me dhënie, me sadaka, me limusha, i kanë bajt ato dhe i kena marrë çashtu gjallë masën, se s'kan pas njohuri për Islamin. Praktikat e pejgamberit na zbulojnë se ai kishte insistuar gjatë për gjetjen e kësaj nate. Që në Ramazanin e parë, insistante që të arrinte natën e Kadrit. Andaj ai vendosi që të hyjë në itikaf. I bie që të mbyllet brenda xhamisë për të adhuruar Allahun fuqiplot. Dhe tregohet në hadithet e ndryshme që Meleku Xhibril i erdhi pejgamberit alayhi salam dhe informoi që duke i thënë që atë që duke kërkuar këtë rast natën e Kadrit nuk ka ardhur ende. Pejgamberi alayhi salam vazhdoi në 10 netet e mesit muajit Ramazan. Po të njëjtën çështje i erdhi Xhibril alayhi salam dhe informoi që ende nuk i ka ardhur momenti dhe kohë natës Kadrit. Kur ka vendosur në 10 netet e fundit të atij Ramazanit, Xhibril alayhis salam e informoi se këtu e gjen natën e Kadrit. Madje ai e kishte ditur edhe natën e saktë se kur është nata e Kadrit. Tregon Ubadet ibn Samit, njëri prej sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili thotë që ishëm në xhaminë e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe papritmas doli pejgamberi alayhi salam me nxitim. Dhe ai u ballafaqua me dy besimtar duke u grindur me njëri tjetrin. Dhe pejgamberi alayhis salam u mor me ata dy, duke hulumtu arsyeën dhe duke afruar dhe pajtuar ata. Pasi u pajtuan, thot pejgamberi alayhis salam na pyeti dhe na tha: "A dini se me arsye dola me kaq nxitim prej dhomës time te kjo?" E na i tham: "Allahu dhe i dërguar e tij dhe më smiri." Thot: "Më erdhi Xhibrili dhe më njoftoi se kur është nata e Kadrit. Ama kur i hasa dy vëllezërit tanë, duke u grindur mes vete, Allahu xhaleshanu më tërhoqi atë informat." Në këtë natë besimtarët bëjnë dua duke përdorur emrat më të mirë të Krijuesit dhe duke shfrytzuar mësimet profetike për dua në këtë natë. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, o Zoti im, ti je falës e do faljen, prandaj më fal mua. Kjo është esenca e lutjes që ne i bëjmë Zotit të Madhruar. Pejgamberi i Zotit me frymëzim për Zotit të Madhruar e ka zgjedh lutjen dhe doan më të mirë të mundshme për neve, që ne me përkushtim të plotë, me dashuri të madhe të përkushtohemi atij me të gjithë qenien tonë. Dhe kur i lutemi nëpërmjet emrave të tij të bukur që Allahu na i ka shpjeguar neve, na i ka zbuluar neve, atëherë jemi më afër tij dhe jemi më afër pranimit të lutjeve tona. Në të njëjtën kohë, dietarët islam thonë që emri Afu, që përmendet në këtë dua që na ka mësuar pejgamberi i Zotit, se Allah ti e falës e do falë na fal neve, thonë që Afu është në gjuhën e Kur'anit ka ardhur në nivelin më të lartë të mundshëm, në nivelin sipëror të faljes së Allahut për besimtarët, që i bie Afu, i bie që nënkupton që Zoti i Madhruar lëre më që i falë gjënahet dhe mëkatet tona të besimtarëve që pendohemi tek ai, qofshin prej tyre inshallah, por e bën besimtarin që të ndihet aq komod sa që në ditën e gjykimit paraqitet te Zoti, thuaj se ato mëkate nuk kanë ekzistuar fare. Profesori i medreses tregon se cila është njëra prej mënyrave më të mira për të qenë i suksesshëm në natën e Kadrit. Besimtari natën e Kadrit duhet ta gjejë me zotim me Zotin e Madhruar, me premtim para Zotit të Madhruar. Në natën e Kadrit suksesi më i madh joni është, përveç adhurimit të përkushtimit që i bëjmë me namaz, edhe me lutje, edhe me vetë llogari për veten, për të kalumen dhe për tashmen tonë dhe për planifikimet për të ardhmen, domosdoshmërisht suksesi më i madh i imi dhe i çdo njërit prej neve është që atë natë, të natës së Kadrit, pra, ta nënshkruajmë zotimin dhe premtimin e ofertës që na ka ofruar Zoti i Madhruar neve, nga dashuria e tij për të na dhënë xhenetin neve në botën tjetër me mëshirën e tij. Arritja e faljes dhe mëshirës nga Zoti në këtë natë është më e rëndësishme se çdo gjë tjetër. La maghfiratu min Allahi wa rahmatun khairun mimma yajma'un. Pasha Zotin me mëshirën e Zotit të Madhruar, nëse sigurojmë mëshirën e tij në natën e Kadrit, na përfshin Allahu në mëshirën e tij,
kjo nënkupton atë që Allahu na bën thirrje, që ta sigurojmë mëshira Allahut, falja e tij, është më e mirë se sa çdo gjë që mund të grumbullojmë në këtë jetë.